Faktikisht, vizita vetë se ishte e pritshme dhe informume, ishte ditë më parë në Shqipëri, pastaj kaloi edhe në Kosovë, nga Prishtina shkoi edhe në Beogradin zyrtar. Por vlen të cekit çka është e çuditshme është ajo pjesa që përmende edhe ti, takimi i zotit Kurti, i cili ndodhi në sajën e një deputeti, jo në sajën e kryeministrit, pasi që përveç zotit Kurti ndoket të gjithë tjerët e kanë kuptuar që legjitimisht ai nuk është kryeministri i Republikës së Kosovës. Ajo theksoi shumë qartë që Bashkimi Evropian, përveç në politikat e jashtme dhe të brendshme të Kosovës, do të vazhdojë ta mbështesë Kosovën edhe në aspektin financiar, përmendi disa pako ekonomike të cilat do t'i jepen Kosovës, po çka nuk u përmend ishin sankcionet në të cilat ne gjendemi, ose ndoshta ju përmend edhe mu ka ikë si informacion, dhe nuk e di që është diskutuar në lidhje me sankcionet, se kur do të përfundojnë ato edhe sa do të zgjasin e tjerë. Këto vizita janë të mirë së ardhuna, posaçërisht në këtë periudhë, unë po besoj që do të kemi ndoshta këtë periudhë pak më shpesh kësaj lloj vizitash, pasi që tashmë jemi në countdown edhe topi ka kalu te zoti Kurti, te formimi i institucioneve, pas atij ngërçi të madh që e kishim sa i përket konstituimit të kuvendit, dhe të shohim se çfarë do të ndodhë, po rezultati i gjithë kësaj po më duket që nuk është ndonjë rezultat shumë i mirë, pasi që si zoti Kurti, si zonja Osmani duken të padëgjueshëm në kërkesat e Bashkimit Evropian dhe aleatëve tanë. Po.